Ju ngjatjeta të nderuar, si që ju bëra me dijen në paralajmërimin tim, paralajmërim I cili megjithatë ngjalli një debat të nxehtë, keq kuptuese, linçuese e ofenduese, jemi mësuar me këto gjëra. Pra, në atë paralajmërim ju kam thënë se do të flas për një temë shumë të ndjeshme dhe interesante. Pra, sonte këto nuk do të lëshohemi në shpjegime të temave të zakonshme politike, të brendshme apo të jashtme, apo tema të tjera historike. Sonte do të hyjmë në zemrën filozofike dhe teologjike të dy qytetërimeve më të mëdha që kanë formasuar historinë e njerëzimit, në zemër të krishterimit dhe në zemër të islamit. Pse them në zemër të këtij e në zemër të atij? Sepse në këtë video do të flasim për Zotin, për njësinë e Zotit, për Trinitetin, për Jezu Krishtin, respektivisht Isën a.s. Do të flasim për Biblën dhe Kur'anin, për dallimin midis konceptit të tauhidit në Islam dhe konceptit trinitar në krishterim. Dhe dua t'ju them qysh në fillim. E përsëris, kjo temë është e ndjeshme dhe do koncentrim. Nuk është temë për emocione primitive, për sharje dhe propaganda fetare, prej të cilave unë qëndroj shumë larg, por është temë që kërkon dije paraprakisht, përqendrim dhe qetësi intelektuale domosdoshmërisht. Sepse kur njeriu flet për Zotin, nuk flet vetëm për fe, por ai flet për vetë kuptimin e ekzistencës në përgjithësi, të historisë dhe të njeriut. Tek e fundit, për ata që më njohin, unë nuk jam propagandist I askujt dhe nuk kam qenë e kur nuk dua të jam. Unë nuk flas me anime, aq më pak me urrejtje e hiq me komplekse. Unë nuk kam komplekse derisa I shpjegoj dhe I analizoj gjërat. Edhe në këtë video, pra, do të përpiqem që të shpjegoj temën ashtu si që kam trajtuar gjithmonë temat e mëdha, në mënyrë analitike, objektive dhe më lejoni të them në mënyrë akademike. E di shumë mirë se pikërisht për shkak të kësaj qasjeje që e mbaj une, të cilën e quaj qasje gazaliane, të shpjegimit të problemeve, të gjërave, teorive dhe fenomeneve, pra të shpjegohen gjërat nga brenda tyre, jo vetëm nga perspektivat e jashtme, e aq më gabim bëhet nga perspektivat kritike qëllimkeqe kur shpjegohen dhe trajtohen problemet. E di shumë mirë se pikërisht për shkak të kësaj qasjeje, të cilën unë e quaj qasje gazaliane, e shpjegimit të problemeve, të gjërave, të teorive dhe fenomeneve, një pjesë e shqiptarëve shpeshherë më kanë pa si I tjetrit, apo nuk është I imi, apo kanë menduar se unë anoj nga njëra anë, edhe atëherë kur jam përpjekur më së shumti të mos anoj fare. Përse ndodh kjo kështu me shqiptarët? Pse mendojnë kështu shqiptarët? Janë dy arsye. Sepse janë të prirë që t'i shohin gjërat vetëm bardhë e zi, kanë dëshirë t'i dëgjojnë bardhë e zi, mirë keq, halal haram, dhe e dyta, sepse problemi ynë si shoqëri është, nga që jemi mësuar më shumë me propaganda sesa me analizat të mirëfillta, objektive, shkencore dhe akademike. Unë, sikur edhe më parë, edhe sonte, nuk flas këto që të fitoj ndonjë duartërokitje apo të ngjashme nga dikush. Por nga ju, pikërisht sonte, kërkoj që ta kuptojmë sa më thellë. Çfarë është Triniteti? Si e shpjegon krishterimi Trinitetin?
pse kundërshton Islami aq ashpër Trinitetin dhe pse kjo pikë mbetet bash skalperi më impreht ndarës midis dy botkuptimeve më të mëdha fetare që kanë ekzistuar ndonjëherë në historinë e njerëzimit. Të nderuar dhe shumë të respektuar miq, Islami dhe krishterimi janë dy fe dhe dy nga qytetrimet më të mëdha shpirtërore dhe jo vetëm shpirtërore në historinë njerëzore. Të dy fet besojnë në një Zot, besojnë në një shpallje hyjnore, besojnë në profet, besojnë në moral, besojnë në ditën e gjykimit dhe në jetën pas vdekjes. Në baza janë të njëjtë, besojnë njëjtë, por ajo që do ta trajtojmë sonte dhe që i bën të dallueshëm këto dy koncepte janë mënyrat se si i besojnë këtyre gjërave e sidomos koncepti i të dyja këty feve mbi Zotin, qenjen e Zotit. Pra ajo që quhet Triniti apo njësi absolute e Allahut të Madhërisht. Megjithë që këto dy fe kanë rënë të përbashkëta, ato ndahen pra në pika themelore teologjike dhe filozofike, të cilat kanë formuar më pastaj dy mënyra të ndryshme të kuptimit të Zotit, të njerëzit dhe të universitetit. Ka me mëra gjatë shpjegimit me kalu andej e këndej, duke bë përpjekje për shkak se koha nuk po lejon, a këto tema dojnë jo një orë, po dojnë 2 orë e 3 me i trajtue dal nga dal, duke llogaritur natyrën e videove në YouTube, do të kaloj her andej e her këndej, por që në fund të kuptohet brumi, përmbajtja dhe esenca, zemra e krishterimit në rastin konkret. Miq, doktrina e Trinitetit është zemra metafizike dhe teologjike e krishterimit historik, që nga shekujt e parë të erës sonë e deri në ditët moderne. Teoria e Trinitetit ka qenë jo vetëm boshti rreth të cilit është ndërtuar identiteti teologjik i kishës, por ka mbetë deri sot një nga temat më të debatuara përgjatë gjithë historisë së filozofisë së fesë. Filozofia e fesë është një shkencë e veçantë. Filozofia e fesë është një shkencë e veçantë në shkencat sociale që mirret me temat të cilat do t'i trajtoj dhe do t'i përmendi këto. Doktrina klasike e Trinitetit pohon bindshëm dhe palekundër se ekziston vetëm një Zot. Mirë po, ky Zot ekziston në 3 persona, apo si quhet në gjuhën terminologjinë fetare teologjike të krishter, hipostaza. Pra është Ati, është Biri dhe është Shpirti i Shenjtë. Doktrina e Trinitetit përpiqet të ruajë 2 parime bazë njëkohësisht. Një, monoteizmin absolut dhe 2, hyjnin e Krishtit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Formula klasike teologjike është një esencë, ousia dhe 3 persona, hypostases. Hypostases do të thotë 3 persona. Në krishterimin tradicional, të dashur, Triniteti nuk është thjesht një teori abstrakte teologjike. Ai është vetë mënyra se si Zoti shpjegohet se ekziston dhe zbulohet më pastaj në histori. Për Islamin, nga ana tjetër, Triniteti shihet si devijim i skajshëm i monoteizmit profetik, i ardhur nëpërmes shpalljes vahjit nga Ademi a.s. deri te Muhamedi a.s. Ndërsa, thash, për krishterimin kështu, për Islamin kështu, tash,
Për filozofin kritike moderne, triniteti shpesh shihet si një përpjekje metafizike për të pajtuar ide teologjikisht të tensionuara dhe njëshmërin e Zotit me hyjnizimin e Krishtit dhe të shpirtit të shenjtë. Në qendër, pra në brum, ajo pjesa kryesore e kësaj videoje teme është pyetja metafizike, më e vjetra metafizike e njerëzimit. Çfarë është Zoti dhe si mund të kuptohet natyra e Zotit? Tek të gjitha fetë, miq, pra edhe tek Islami dhe Krishterimi, përpjekja për ta kuptuar Zotin ka qenë esenca, jo vetëm e teologëve të cilët e kanë përdor racionalin shumë herë, vetëm në vend të asaj deskripture që është e shkrume, ka qenë në temë e cila ka shkaktu debate, ka shkaktu dyshime, por edhe bindje të thella tek njerëzit të cilët i kanë hapë dhe më pasaj të tjerët janë kyç në debate dhe i kanë pranuar më pasaj si të mirëqena. Në historinë e mendimit islam, që nga kohët e hershme, menjëherë në shekullin e dytë e tretë, fillon debati rreth asaj se çfarë është Zoti dhe si mund të kuptohet natyra e tij. Prej të gjitha feve që kanë ekzistuar dhe ekzistojnë deri në ditët e sotshme, Islami është më i ashpërti, që kundërshton, parandalon dhe ndalon marrjen me pyetjen çfarë është Zoti. Pra, me një farë mënyre e tregon një kujdes të shtuar se marrja me të më shumë është humbje kohe se sa ju do të arrini në përfundimin e kësaj përgjigje. Megjithatë, koka geniale të mendimit islam, sikur edhe të rrafshet fetare dhe intelektuale të tjera në botë, nuk janë mjaftuar me një përgjigje deskriptive që e jep Kurani apo Muhamedi, hadithi i pejgamberit, po kanë dëshiruar nëpërmes logjikës, arsyes racionales, mbas edhe metodave empirike, ta gjejnë dhe ta fashitin, ta qetësojnë shpirtin e tyre në pyetjen se çfarë është Zoti dhe çfarë është natyra e tij. Triniteti në këtë pyetje është përgjigjja që krishterimi historik Triniteti është përgjigjja që i ka dhënë kësaj pyetje. Mirë po, kjo përgjigje që për besimtarin e krishter mbetet mister hyjnor, për kritikët në kohë të ndryshme, e sidomos në kohët moderne, mbetet një nga formulimet më komplekse dhe më të kontestuara në historinë e mendimit fetar. Miq, kur them une formulimet më komplekse dhe më të kontestuara në historinë e mendimit fetar, kjo nuk do të lexohet apo të dëgjohet me tone negative, sepse në teologji, në fe të krishtere, islame, hebreje dhe të tjera, ka nuanca mbi racionale, mbi empirike, të cilat hynë në botën transcendentale, metafizike, gajbiate, tek të cilat arsyeja, logjika, ratio e njeriut nuk mund të arrijë lehtë, mbetet në mjegull. Por kjo mbetje në mjegull e racionalitetit njerëzor nuk tregon dobësinë e objektit që nuk njihet, por tregon dobësinë dhe përkufizimin e aftësisë racionale të njeriut për ta kuptuar diçka, që është matan fizike, që është mbi racionale. Dhe kjo është feja, pra teologjia, shkenca që e studion fen dhe që
imponon imperativin se paskësh disa gjëra, të cilat dohet pranuar si të tilla edhe nëse arsyeja njerëzore nuk i pranon. Pra besimi shkon përtej për kufizimi që e jep ajo që është racionale apo shkencore. Prandaj të krishterët, teologët, sikur ai që më kishte komentuar dhe më ishte përgjigjur me për senet e cilat i ka dëgjuar në pazar, sigurisht, jo që i kam thënë unë në statusin e paralajmërues. Nëse thuhet se, nëse them une se Triniteti është ka mbetur çështje rreth së cilës nuk është thënë ende mendimi përfundimtar unik të këtë gjithet, nuk është kjo ofendim i Trinitetit, por është, por e tregon përkundrazi thellësinë e një çështje rreth së cilës njerëzit megjithatë mbesin të paaft, ta thojnë konceptin kryesor. Vetë dallimet mes doktrinave të krishtere, katolike, ortodokse, protestante dhe disa të tjerave që do t'i përmendi këto, vetë këto dallime midis të gjitha këtyreve tregojnë se ende nuk është thënë mendimi përfundimtar në lidhje me Trinitetin, sepse ka mendime të ndryshme. Njëjtë edhe në shkollat teologjike islame, Eshari, Maturidi dhe të tjera të cilat flasin për cilësitë e Zotit, flasin për emrat e Zotit, për dorën e Zotit, për të pamurin e Zotit, për jetshmërinë e materjes, pafillimshmërinë e materjes, ringjalljen e trupave, ringjalljen në botën tjetër, ato të ringjallemi vetëm me trupa apo edhe vetëm me shpirt. Filozof, mendimtar të tërë dhe mufesir të njohur si Fahru Razi futen aq fell sa nga mendjet e ngurta, nga mendjet e cipta, nga një mendje e rëndëmt do të cilësohej se Fahru Razi dhe mendimtar të tërë që kanë folë në këtë tema kanë dalë jashtë parametrave të lejuar të shpjegimit islam të tematikave kaq të thella. Gjithsesi, të nderuar, për 2 miliard të krishter, Jezu Krishti është Zot, është biri Zotit dhe shpëtimtar i njerëzimit. Tash, për afër 2 miliard musliman, në anën tjetër, Isa është një nga profetët më të mëdhej të Zotit, por jo Zot. Si është e mundur, ka njëherë e bëj pyetje nëne, kur i lexoj komparacion kur bëj mes krishterimit dhe islamit dhe disa feve të tjera. E shtroj pyetje të cilën po ju tregoj këto. Si është e mundur që i njëjti person, Isa, Jezu Krishti për shembull, të jetë në qendër të 2 qytetërimeve, por të kuptohet kaq ndryshe nga të dyja anët. Dhe cili është dallimi i vërtet midis islamit dhe krishterimit, nisur nga tema shtjellimi i deritanishëm, do të mundohem ta shpjegoj në minutat në vazhdim. Megjithatë, për ta kuptuar saktësisht, për aq sa arrim, ta themi dhe ta kuptoni, këtë temë dohet me patjetër të përmendim faktin se dohet kuptuar fillimisht koncepti i Zotit. Shka është Zoti? Qysh është Zoti? Forma e Zotit, natyra dhe natyrshmëria e veprimit të Zotit me krijesat e tij. Për çka them këto? E them këtë se duhet me kuptu konceptin e Zotit, apo të flasim rreth konceptit e Zotit, sepse Zoti është zemra e dallimit. Koncepti i Zotit është zemra e dallimit, është esenca e dallimit midis islamit dhe krishterimit. Pse? Islami thot, Kul huwa Allahu ehad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ehad. Thuaj o ti Muhammed dhe o ju besimtar, se Allahu ai
hua Allah, ai është një. Nuk lind, nuk është i lindur, nuk ka partner dhe nuk mishërohet si që mishërohet tek të krishterët. Pra, në fenë islame, Zoti nuk bëhet njeri, nuk mishërohen dy qenje në një esencë dhe nuk ndahet në persona, aq më pak të ketë partner. Pra, koncepti islam quhet tauhid, njëshmëria e Zotit, dhe filozofikisht, nëse dëshirojmë të flasim, Zoti në islam përkufizohet me gjuhë filozofike si qenja absolute, transcendentale, përtej kohës dhe materjes. Që i bje se në islam çdo ide që i jep Zotit partner, ose natyrë njerëzore, apo natyrë të një qenje tjetër, të një ekzistence tjetër, konsiderohet shirk. Shqip asociim me Zotin, me i boe shok Zotit. Por si qëndron kjo punë tash te krishterimi, meq. Në krishterim ekziston diçka që quhet triniteti, dhe për të cilën po flasim. Do me thonë, Zoti është Ati, është Biri dhe është Shpirti i Shenjtë. Bibla e thot tekstualisht: shkoni dhe pakëzojini në emër të Atit, të Birit, të Shpirtit të Shenjtë. Mateu 28:19. Përtej kësaj, në krishterim ka dallime strukturale mbi natyrën edhe të Krishtit. Cilat janë ato dallime? Dallimet e katolicizmit që i mbështet, ortodoksisë dhe të protestantizmit. Krishterimi tradicional, megjithëse që beson në Trinitet, Ati, Biri, Shpirti i Shenjtë, thot se këta nuk janë tre zota, por është një Zot i shkrir, një Zot në tre persona: Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Që kjo doktrin, për të cilën po flasëm, Pater, Filius, Spiritus Sanctus, nuk është formulu, që ta dini, me njëherë me paraqitjen e krishterimit, por ajo e pason një zhvillim gradual në shekujt, sidomos të parë të krishterimit. Formën përfundimtare e merr me rastin e koncilit të Nikes 325 pas erës sonë, pas Krishtit, dhe koncilin e Konstantinopoljes 381. Debati kryesor në këto koncile, sidomos në të Konstantinopoljes, ka qenë a është Krishti krijes apo hyjni. Kisha zyrtare përfundimisht deklaron se Krishti është një me Atin i përjetshëm dhe hyjnor. Pse Nikea dhe Konstantinopoja? Kam fol gjere gjatë në një video për koncilin e Nikes, me rastin e shkuarjes së papës në Turqi, kur shkoj edhe e vizitoj Nikeën aty, Iznikun, dhe e bënë një mesh që pati shkaktue buj në Turqi, se janë kërkesa katolike tash për rrimarrjen e një teritorit të Turqisë. Analisa si çdin me boe ka njëherë gazetarët edhe analistat, edhe nga mirësia e tyre, edhe për ndonjë përfitim tjetër. Atje e kam shpjeguar çfarë është vendos diskutue në Nikea, dhe në 381 përse Konstantini, mbreti me romak, me prejardhje i lire, i cili është i pari që e ka pranuar krishterimin, e lejon krishterimin në perandorin romake, dhe duke parë debatën ndër besimtarët që po e pranonin krishterimin, debatet e cilat kishin eskaluar dhe gati po shndroheshin në konflikt ndër qytetar, i urdhëron teologët e kohës që të mlidhen në 381 dhe e bin përfundimin në lidhje me Krishtin, se ai është
një me atin i përjetshëm dhe hyjnor. Megjithatë, edhe në të ardhmen, pastaj plasim plasaritje tjera, doktrina të ndryshme, shkolla të ndryshme, mendime të ndryshme rreth Krishtit e Zotit, e shpirtit të shenjtë, siç ndodh në çdo fe dhe siç ndodh edhe në teologjin islame. Pra, kush është Krishti, miq? Krishti. Kush është ky Jezusi, Jezu Krishti? Në Islam është Isa i biri i Merjemës, njeri prej 5 profetëve më të njohur, që është Mesihu, Kurani e quajnë Mesih, do ta shpjegoj dhe lexoj ajetin pak më poshtë, që ka lindur si mrekulli, që ka bërë mrekulli, që do të rikthehet pak para shkaktimit të kiametit, njerëzit do të bëhen besimtar dhe me të pastaj do të takohemi në ahiret e në xhennet. Megjithatë, edhe pse i ka të gjitha këto cilësi të quajtë mbinatyrshme, sipas Islamit, Krishti, Isa a.s., Isa i biri Merjemës, nuk është Zot dhe nuk është kryqëzuar siç pretendojnë të krishterët. Kurani thot, "Wama qataluhu wama salabuhu." As nuk e kanë vra e as nuk e kanë kryqëzuar. En-Nisa, ajeti 157. Në krishterim, që ky Jezu Krishti është biri i Zotit, është Zoti vet i mishëruar, u kryqëzue, u ringjall, është shpëtimi vjen vetëm përmes tij. Gjoni në 3:16 e thot, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij, birin me të madhe. Ndoshta miq, dallimi më i madh midis Islamit dhe krishterimit nuk është vetëm teologjik, por shkon edhe përtej teologjisë, është edhe filozofik. Në Islam, të zëm, Zoti mbetet absolutisht transcendental, absolutisht jashtë çdo gjëje që konsiderohet materiale. Ndërsa në krishterim, Zoti nuk mbetet jashtë, por hyn në histori dhe krijon histori, dhe historia fillon me mishërimin e Zotit me të birin e tij, sepse njeriu është ai që krijon histori. Pa krijimin e njeriut, ose para se të krijohej njeriu, nuk ka pas histori, dhe këtë e thot edhe historia si shkencë. Pra, Zoti hyn në histori, mishërohet, vuan me njeriun dhe pikërisht këto ndahen dy format kryesore mbi jo vetëm Zotin dhe Krishtin, por mbi universin, njerëzimin dhe shpëtimin. Forma islame mbetet këndej dhe forma krishtere në anën tjetër. Miq, kush është që ky Jezu Krishti? A dini? A keni lexu? A keni menu? Çka është që ky? Pse ka shumë buj? Pse epicendra, thuajse epicendra e të dy feve, dhe pikërisht për shkak të tij rreth tij e prej tij mugullojnë fryma të cilat kanë bërë këtë ndarje midis Islamit dhe krishterimit. Unë mendoj se kjo është pika më e rëndësishme dhe më delikate. Pika e Jezu Krishtit. Miq, në Islam, Jezu Krishti quhet Isa ibn Merjeme. Isa i biri Merjemës. Quhet Mesih, e tham manalt, është profet i madh. Muslimanët i besojnë se ka lind kështu, e ka bo mrekullie, ka shëru kneje, ka ringjallën të vdekurin me izën e Allahut. Që kjo fjala me izën e Zotit, me ndihmën e Zotit, me interferimin indirekt të Zotit, e dallon Islamin prej krishterimit. Në Islam pra, adhurimi i takon vetëm Zotit, ndërsa profetët janë njerëz, e Isa është vetëm krijesë e Zotit.
s'ka mishërim aty. Po në krishterim miq, Jezusi, Gjesus, Krist, është i biri i Zotit, është fjala e mëshiruar, është shpëtimtari i njerëzimit, është ashtu siç e përshkruan Ungjili në Ungjili i Gjonit. Thot, në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte Perëndia, dhe fjala më pastaj u bë mish, Gjoni 1, Gjoni 1:14, edhe kjo do të thotë se Zoti hy në histori si njeri. Nuk mbetet si diçka absolutikisht e transcendental, i dal jashtë hemisferës së ekzistencës së çdo gjaje që është. Pra, ky është dallimi më i madh filozofik. Në Islam, edhe njerë po e përsëriti, Zoti mbetet absolutisht për te i krimit, ndërsa në krishterim Zoti hy në histori dhe merr natyrë njerëzore. Kryqëzimi, kryqe dhe shpëtimi. Kryqe në krishterim është qendra e besimit. Sipas teologjisë së krishterë, njeriu trashëgon mëkatin fillestar nga Ademi, Jezusi kryqëzohet për ta shpëtuar njerëzimin dhe ringjallja e tij e mposht vdekjen. Thot Bibla, sepse Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij. Ose e thot me një vend tjetër se shpëtimi vjen përmes besimit në Krishtin, hirit hyjnor. Sidomos në protestantizëm theksohet ai shpëtimi me besim. Sola scriptura. Ndarja e protestantizmit me katolicizmin për shkak se në fenë katolike kisha si institucion është e shenjtë. Martin Luteri Gjermani nuk pranonte, nuk mujte me pranu iden se kisha si institucion, e cila ishte lëshuar në aq shumë korrupsion, mashtrime të kohës, despotizëm mbi dietarët, mbi intelektualizmën, mbi, dhe kishte shkuar deri atje, sa po proklamonte faljen e mëkateve nëse paguhen para, sa majnal që je, dosh me pagu ma shumë që me u lirue dhe se këto para dhe të përdoreshin për lufta shlirimtare të krishtera, për rikthimin e Kudsit, sepse e kanë uzurpuar të tjeret. Pra, përveç që tyne të gjithave, Martin Luteri nuk mund të pranonte idenë se kisha si institucion është e shenjtë dhe e gjvesh. Edhe thot se e shenjtë është vetëm shkrimi. Ajo që është hyjnore është shkrimi, është Bibla, është testamenti i parë dhe testamenti i dytë. Dhe se ndalimi që ja ka bëhe kisha për kthimit të Biblës, nuk e ka leju një kohë, është tendenca kryesore e saj se dëshiron taman në ndorë kontrollin e njerëzve dhe të jetës, e vedijes, e trunit, e arsyes, e logjikës së tyre. E përkthen Martin Luteri në gjermanisht, botohet në të thëmë me qindra mija kopje, përfiton gjuha gjermane nga përkthimi i Biblës dhe kështu lind ajo fryma protestante e në krishterim, e cila dallon megjithatë edhe në konceptin e trinitetit. Dikush një prift dikun në Egjipt, po historinë veti talami ata. Në Islam, Islami nuk e pranon mëkatin e trashëguar.
Përkundrazi, thot, njeriu lind i pastërt, përgjigjet për veprat e veta dhe tekstualisht e shpreh kështu: asnjë shpirt nuk bart mëkatin e tjetrit. Për shumicën e dietarëve musliman, Isa nuk u kryqëzua realisht, por Allahu i madhreshëm atë e ngriti. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu rufia, është ajeti, nuk e dija muj me thonën përmendsh këto, i cili flet se as nuk e kanë vra, as nuk e kanë kryqëzue, ju ka dogë se është aj, e Allahu e ka ngritën në qiell. Meq, një ndër dallimet midis këtyre dy feve, që lidhen edhe me Trinitetin, edhe me Jezu Krishtin, është edhe Kurani dhe Bibla. Çka janë që të dy libra? Muslimanët besojnë se Kurani është fjalë direkte e Zotit. I është shpall Muhammedit a.s. në formën më origjinale nëpërmes Gjibrilit. Bibla në anën tjetër nuk njihet se është i shpallur në formën e Kur'anit nëpërmes melekut, angjullit të shpalljes, Gjibrilit, Gebraeli thojnë ata, por Bibla është një koleksion librave, ta quaj një bibliotek e librave, është dhjata e vjetër, është dhjata e re, të cilat përfshin histori, e ligje, e profeci, e letra apostolike, ungjej e të tjerë. Ekzistojnë verzione të ndryshme, kanone të ndryshme, përkthime të ndryshme. Katolikët, ortodoksët dhe protestantët nuk kanë plotësisht të njëjtin kanon biblik, si rezultat i shumëllojshmërisë të këtyre të cilat i përmenda. Profetët në Islam, profetët janë njerëz të zgjedhur nga Zoti, sjellin shpalljen, nuk guxon askush t'i adhuron ata, nga Ademi e deri te Muhamedi a.s. Muhamedi konsiderohet vula e profetëve. Në krishterim si është, profetët ekzistojnë, po në që traditën biblike në krishterim, por Jezusi shihet më shumë se sa një profet. Zot, Mesia, shpëtimtar dhe terminologjit e tjera të cilat i përmenden aty. Një gjë që është e rëndësishme ta ripotencoj këto, miq, është ai kapitulli feja dhe qytetërimi. Do të kisha dëshiruar me bë një video të veçantë se a ka ndonjë qytetërim i cili mund të krijohet pa fe. E ku më thamë përpara, feja është ajo që krijon qytetërime. Qytetërimi nuk mund të krijohet pa fe, në asnjë mënyrë. Mund të bëhet një kulturë, një zhvillim, çfarë do qoftë, por si qytetërim do ta ketë frymën e fesë. Dhe krishterimi miq, perëndimor, me kalimin e kohës, që ky krishterim të cilën e shohim, krishterimi perëndimor, që edhe kjo një temë të cilën e kam të përgatitur pas un po gjoj kohë, si arriti krishterimi në Evropë. Megjithëse që Isa a.s., Jezu Krishti, ka jetu në Nazarat, në Galile, në Jerusalem, qysh erdhi që ky krishterim? Qysh kaloi në për tokat ilire, të cilat ishin në sundimin e perandorisë romake në atë kohë, në për Greqi e Maqedoninë e atëhershme dhe si erdhi në Evropë. A dini ju se në Bibël është e përmendon Iliria. Gjoni thot se apostujve të vetë ju thët atje, se unë kam përhap hyjen, iden, fejen e hyjet, prej Jerusalemit deri në Iliria. Përmendet Iliria aty. Me gjithë që Iliria në këtë kohë ka qenë e pushtuar nga romakët. Po krishterimi nga që ky jugu i Ballkanit dhe përhapët në Evropë. Pastaj edhe e bart qendrën nga lindja e mesme në Evropë. Pyetja e cila do të kisha dëshiruar të jepsha përgjigje në mënyrë objektive,
analitike, akademike është prej nga dhe kush e ka nis i pari dhe kush e promovon atë teorin e rrajshme se krishterimi o perëndimor. Për kundrazi, është perëndimor sa është edhe islami, sa janë edhe fetë të tjera. Krishterimi është lindor, buron në lindjen e mesme që aty ku ka burue edhe hebreizmi dhe islami. Islami dhe krishterimi meq nuk janë vetëm fe, që ta dini. Ato janë sisteme filozofike, janë qytetrime, janë mënyra të veçanta të kuptimit të ekzistencës. Të dyja kanë ndikuar fuqishëm në historinë e njerëzimit. Të dyja kanë prodhuar kulturë, art, moral, ligj, civilizime e të tjera. Dhe një pyetje interesante këto, që bën me shtru, nuk është cilat do të triumfojnë në të ardhmen, që lexojmë na për kafehane, na për jetës sociale. Por, pyetja esenciale është, a mund të bashkjetojnë qytetrimet në një botë që po bëhet gjithnjë e më tensionuar, kur dihet se që të dyja këto qytetnime, pra, që të dyja edhe krishterimi edhe islami, me të gjitha këto epitete dhe krijimtari të cilat i kanë ofruar njerëzimit, e kanë një burim edhe gjeografik edhe përmbajtjesor. Triniteti apet tash. Thash në fillim se komu detyrue me lëviz andej e këndej. Meq, Triniteti është doktrina qendrore e krishterimit historik. Bajnë men, është doktrina qendrore e krishterimit historik. Sipas së cilit Triniteti, Zoti është një në esencë, por ekziston në 3 persona hyjnor: Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Prandaj në koment dikun aty në Facebook të paralajmërimi ku kishin vlue sharjet e etiketimet po ju thash mos u gutni, sepse unë po them tash, kur i spjegoj këtë gjana, spjegoj nga brenda, nuk i spjegoj nga me fol për filozofien me terminologjit basketbollit, ose me fol për islamin me terminologjit të krishter, nga dritarja e krishter, apo vice versa. Jo, nuk bëj propaganda. Dhe ju kam porosit edhe njëre për para, jo, shqiptar, muslimanet të krishter. Mësohuni me mënyrën e ligjerimit dhe të bërjes së këtyre videove. Prej meje mos pritni nëse fillon lufta në Egjipt edhe ka hinë të tazami. Amerika na ka shlirua neve, çdo gjë që e bën aty. Qoftë edhe zullumin, unë me thonë mashallah. Shëbojnë të verbërit intelektualisht. Unë mundona me i shpjegue termet në mënyrën siç i bën Gazali. E konsideroj, ju vesh pse kam bo master e doktorat në te, por e konsideroj veten, dëshiroj të konsideroja veten një form e shpjegimit të temave siç i ka bë Gazali. Brenda, me terminologjin atyjit, shpjegimin dhe shtrimin e saj, dhe më pasaj po mbeti hapësirë me dhanë edhe mendimin tem personal. Formula klasike është një Zot në 3 persona, jo 3 zotra, jo një Zot me 3 maska, por një esencë hyjnore me 3 hipostaza, 3 persona. Kjo është mënyra se si krishterimi ortodoks, katolik dhe shumica protestante e shpjegojnë Zotin me gjithë dallimet e tyre. Po fjala Trinitet miq, agjendet në Bibël, jo, me shkronjë të madhe. Ajo është term teologjik i mëvonshëm, por të krishterët thonë se ideja gjendet si përmbajtje në tekstet biblike. Për shembull Mateu 28:19, shkoni pra dhe bëni dishepuj nga të gjitha kombet, duke i pagëzuar në emën të Atit, të Birit dhe të Shpirtit të Shenjtë. Edhe kjo është një nga formulat më të rëndësishme
trinitare në krishterim. Vërehet këto, kur thash, shkoni e bëne këto, në emër të atit. Shqo meq, objektiviteti ku do të qëndroj. Po thet këto në emën të atit, jo në emrat, që i bje se krishterimi e një autoritet hyjnor të vetëm. Por, me 3 emërtime, apo me 3 persona, apo me mishërimin në 3 persona. Apo si që thash nalë, nëse e thash, se po harroj, për derisa në islam, njeriu shkon drejt qiellit, drejt Zotit, duke u ngritur në bazë të veprave moralit e këta, në krishterim, në bazë të veprave moralit e këta, Zoti fillon t'i zbret nga lart, të mishërohet me Zotin, siç është mishëruar Zoti me Krishtin. Do të thonë fjala është për Krishtin, jo për secilin njeri që mund të mishërohet me te. Gjoni, e thash nal, thot, në fillim është fjala, pastaj fjala ishte Perëndis, pastaj fjala ishte Perëndia, pastaj bëhet mish, e këndej e andej. Me kalimin e kohës, miq, si është formulu që kjo historikisht, që kjo doktrina e Trinitetit. Triniteti, miq, në ditët e para asgjë është përmend. Por, kjo merë fond në vitin 325 me rastin e koncilit të Nikes. Edhe në atë kohë, sikur edhe sot, ka doktrina, dietar, teolog, filozof, të cilët nuk e pranojnë konceptin e asaj që e ka thonën koncili i Nikes me 325. Qysh në atë kohë, meq, Ariuse, thot se i biri nuk është i përjetshëm si ati. Pra, Krishti është më i lartë se krijesat, por jo plotësisht Zoti. Shka bën kisha në atë kohë, e refuzon edhe e hedh jashtë. Duke pretenduar se biri është homoousis, që i bje i të njëjtës esencë me atin. Pra, Krishti nuk është krijes, ai është hyjnor. Se si e shpjegon qëto krishterimi, doktrinat e krishtera, unë ka njere nalna, sikur do tema islame që janë veç do të me i besue. Unë e nalna e thëmë, se dhja muj me gjithë ndë njëherë, ndë një teolog, ose 3 teolog, ortodoks, protestant, katolik, me i ullë për para, me e bo një debat dikon edhe me ma shpjeguar racionalisht. Për çka po e thëmë këta? Për t'ju përgjigjur të krishterve shqiptar se jo çdo shpjegim teologjik mund të shpjegohet në jo çdo entitet, çdo problem, çdo çështje teologjike mund të shpjegohet me terminologji normale apo të kuptohet racionalisht. Por ajo tek e fundit dhe detyrimisht, nëse nuk mund të kuptohet racionalisht, dohet të kuptohet, dohet të pranohet nëpërmes zemrës që ne besimtarët musliman e quajmë iman. Të besohet nëpërmes zemrës edhe atëherë kur racionalia e njeriut nuk arrin të i shpërthej labirinthet transcendentale, gajbije, metafizike, të cilat i shpjegon feja islame apo teologjia islame. Thash ka dallime midis këtyre. Tek ortodoksët Triniteti shpjegohet përmes kësaj konceptit të hipostazës. Çto kujdes do ta, është shumë e mbrehtë dallimi midis ortodoksëve, katolikëve dhe protestantëve. Triniteti tek ortodoksët shpjegohet përmes konceptit të hipostazës. Çka i bie? Ata thonë se ati është burimi i hyjnis, biri lind prej atit, shpirti i shenjtë buron prej atit. Edhe njëre, tek ortodoksët, ati është burimi i hyjnis, biri lind prej atit, shpirti i shenjtë buron prej atit.
Pra, në orthodoksi, ati ka një lloj, ta them, paresie personale. Jo se është më hyjnor, por sepse është burimi brenda Trinitetit. Pra, në ortodoksizëm, shpirti i shenjtë buron prej Atit. Tek katolikët është, dëgjoni, katolikët e pranojnë një doktrinën themelore që e shpjegojnë edhe ortodoksët. Një Zot, 3 persona. Mirë po, Ati, Biri, shpirti i shenjtë, që të 3 janë të përjetshëm, që të 3 janë të barabartë në hyjni. Por dallimi i madh me ortodoksët është tek çështja e filique, ose filioke, filioqe, që i bje dhe prej birit. Çka është kjo? Katolikët thonë se shpirti i shenjtë, i treti, buron prej Atit dhe prej të birit. Jo vetëm prej Atit, por prej Atit dhe prej të birit. Dhe që kjo është pika kulminante që e ndan botën e krishter në vitin 1054 në kishën e lindjes ortodokse dhe në kishën e perëndimit katolik. Në vitin 1054. Triniteti tek protestantët, çfarë është? Tek shumica e tyne, tek shumica klasik të tyre, luteran, reformator, anglikan, baptist, metodist, tek shumica Triniteti është i pranueshëm. I ndjekin tekstualisht formulimet e Nikes dhe të Konstantinopoljes, por i refuzojnë shpjegimet e më pastajshme, sidomos ato të cilat kishën e vendosin në epicender të shejtnisë krishtere. Pra, në doktrinën bazë, protestantët janë më afër me katolikët dhe ortodoksët se sa që njerëzit e thjesht apo teologët e thjesht, jo të thelluar edhe të krishter, por edhe musliman flasin për këtë ndarje midis këtyre. Dallimet pra, e që ty në të fundit, nuk janë krejtësisht mbi Trinitetin, por janë mbi autoritetin e kishës, rolin e papës që nuk dojnë me pranue, sakramentet, shpëtimin, traditën, marrëdhëniet Bibël-kish dhe të ngjashëm. Protestantët zakonisht thonë, doktrina do të mbështetet vetëm në shkrimin e shenjtë, sola scriptura. Vazhdojmë të tutje miq. Ka disa pikpamje të tjera të krishterë të cilët nuk e pranojnë njëjtë si këto trija. Arianët, Ariusi, thotë se biri nuk është i përjetshëm si Ati, pra Krishti është i krijuar, kisha katolike e shpall për heretik, unitarianët besojnë se Zoti është një person i vetëm, ata nuk e pranojnë Trinitetin fare, për ta Jezusi është mësues i madh, është profet, është njeri i zgjedhur, por në asnjë mënyrë Zot, që i përngjajnë shumë muslimanëve. Dëshmitarët e Jehovait thonë se duke mos e pranuar Trinitetin, besojnë se Jezusi ka qenë një qenje e lartë shpirtërore, por jo i barabartë me Zotin. Mormonët, më pastaj kanë një kuptim krejtësisht tjetër, thonë Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë janë qenje të dallueshme 100% mes vete. Dhe kjo nuk është Trinitet klasik i Nikes, por është një format i krishter shumë i dallueshëm, një farë mos ta quajmë ndaj emërtim të ndaj sekte islam, që është krejtësisht kundër të gjithëve. A jeni të e kuptue, pra, jo miq të dashur, edhe ata të cilët më kishin përdor fjalë të pahishme ndaj meje, kur thonë se po spekuloj, kur kam thënë se edhe të krishterët nuk kanë arrit në definimin përfundimtar në lidhje me Trinitetin. Çka thot Kurani? Kurani thot, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. S'ka hiç
afër Zotit asgjë tjetër. Pastaj është edhe me një vend tjetër suret Nisa, ajeti 171, ja ehlel kitabi, Kurani, Islami, Allahu po ju drejtohet të krishterëve. Ja ehlel kitab. Nuk po ju thet ja kufar, ose ja kështu, ja nesara. Ja ehlel kitab, o ju vllazën, ju keni liber, unë kam liber. Kurani po thet, Muhamedi a.s. Islami, ja ehlel kitab, o ju të cilët i thtarët e librit, si kur Injili, si kur Kurani. La taghlu fi dinikum, mos bëni teprica, mos e tepëroni në fen tuaj. Wala taqulu ala Allahi illa al-haq. Mos thoni asgjë tjetër për Zotin, pos ajo çka është e vërtet. Pastaj, me një vend tjetër, El-Maide 73, Kurani thot, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithun thalatha. Wama min ilahin illa ilahun wahid. Me që nuk e dëgjun atje, o mos e të prani, Zoti pastaj thot, kanë mohuar ata që kanë thënë se Allahu është i treti i të treve. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut një. Pra njësia tek Zoti, tek Islami është shumë e ndjeshme. Dhe kjo është pika sikur me skalper që e ndan Islamin nga krishterimi në mënyrën se si besohen çato pikat të cilat i thash pikërisht në paragrafin e parë. Përderisa muslimanët thojnë që shto, të krishterët, teologët me rezon thonë se muslimanët e keqkuptojnë krishterimin, sepse e shpjegojnë krishterimin me terminologjin islame, dhe terminologjia islame nuk përket me terminologjin e krishtere dhe anasjeltas. Përderisa ti e shpjegon nga koncepti, nga dritarja e Zotit një, kul huwa Allahu ahad, natyrisht se krishterimi të ti del si i deformuar, thonë të krishterët, teologët racionalist të krishterë. Ejani dhe shikojeni, lexojeni, përjetojeni dhe shpjegojeni me pastaj me terminologjin e krishter, do të jetë megjithatë më i pranueshëm tek jo. Ka edhe dallime të tjera me izën e Zotit, do t'i shpjegoj, pra edhe konceptet filozofike dhe të ngjashme. Do të mundohem her pas here që t'i shpjegoj këtë tema gjithnjë insistus, konsistent, që të jam së më afër realitetit të atyre gjërave të cilat i shpjegoj. Edhe nëse në syrin e dikuj dukem se jam i tij e nuk është i ime. Duket se anoj edhe atëre kur unë mundohem më së shumti që të mos anoj tek gjërat të cilat unë i shpjegoj. Natën e mirë.